mendimeve të ndryshme. Që mund t'jenë, po? Unë kam qenë një njeri që për mua të bëjmë një projekt nuk është problem. Unë e bëj për 2 orë. Një projekt që dhe duhet me zhvillua e do të ketë edukative për nxënësit, për mua nuk është problem. E bëj maksimum ashtu si e da. Por ka njerë pisho dhe edhe në pjesë tjera të kulturës e punës, gjelozia të ata njerës që punojnë, që janë të aftë. Nuk dim të punojnë bashkërisht. Të punojnë bashkë. Unë e kam që të dhunë ti. Nuk dish qep me shkru mirë se kom mësue në gjuhën kroate. Ti dish. Edhe ti bashkërisht të bëjmë një projekt të përbashkët. Nuk dim të bëjmë ato. është shumë problem të ne të bashkërisht të bëjmë diçka. Shumë problem. A më doke që ajo është problemi ma i madhi. Se disa mendimet përbashkët, përditshmërinë e keni. Dash një përditshmëri të cilin e bajmë në familje, dash përditshmëri që poni në qytet, çak edhe në politikë. Po. Të përcjellën të gjitha gjana, se nuk dim të marrim një mendim përbashkët. Çka është të mirë për një shoqëri jonë. Nëse mësohemi këtë me bo, që besoj që të rritë, që ato besojnë në të rritë, do të kapërcejnë këtë edhe do të lypin çka duhet një shoqëries, një shtetit të ardhshëm, diçka pozitive të cilat mund të përbashkët të nxirin di aty. Jo, letë është të ish, nuk po mundem hik piktuit. Jo, shumë letë është ajo. Po të kalojsh këtu dhe të japish diçka është në frymëzime dhe është mision një shajtë, një personi shqiptar të cili do të jetë, kush do që tjetë, banor të Kosovës. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Mendoj që të duhet prap se prap, është kret lidhja, pik qerdhës, deri rjartë. Theshin, pse po më qonë, kur vishin Prishtinë, unë i qësha mas pari muzeun, të vizitoj muzeun, universitetet, thash do të vini këtu, pi Prizreni do të vini këtu, do të studioni këtu, të shkojmë edhe teatr, të shifni edhe teatri. Mos dije unë që ata kur s'kan qenë në teatr. Unë e bona një pjesë teatrale, me kostume, me skenografia, me muzika, i bona 27 vajza, 27 vajza kanë pasën, kanë qenë edhe regjisore, edhe kanë shkru skenarin, edhe kanë zgjedhën problemet e scenografisë, kanë zgjedhën problemet e ndriçimit, të gjitha të kanë pasën vetë të shofin çka është teatri mrena e çka është pas teatrit. Edhe kishin të... Po mbjen shumë mirë, unë e kam një vajzë pi aty që ka dalë, ka qenë loj fëmish, por pi aty dulen 2 artistet. Dhe është bërë profesion, po. Po, Ftesa Kazorli ka shku në Turqi dhe e mori profesionin e mirë dhe është njoftën për të gjithat, përsa që është në Turqi edhe tash në Evropë. Edhe kjo është për mua një satisfakcion, një knaqësi që unë e kom ditë mi qitën aty ku duhet me kenë. Dhe pse po më qoni në teatr, tash që mos të boni kryeministra s'keni shku kur në teatr. Tash për atë arsye nështë ta kajnë me më kritiku për këtë fjalë, por vërtet duhet të kemi pi qerdhës edhe deri lartë, të bëjmë ato gjanat që nuk mendojmë që janë bazike, po janë bazike. Dhe që gjithë se cila ndikon në formimin e karakterit ati apo asaj? Po, sigurisht. Sigurisht. Unë e fola edhe njerë që në konvent kur vishin vajzat, unë e bëjsha një foto. Të tymve personal. Edhe pas 3 vjet dhe 4, një foto tjetër. Edhe kur të barazoshin, fillimi edhe marrimi, e shofshin vetë. Ua, pse na fotografojshë ditën e parë, po ditën e fundit thëshën, e pse tash? E shifshin vetë vetën dallimin qysh vetë arsimimi, vetë kultura, vetë informimi, vetë vendosjes, vetë shprehjes e mendimit, ndryshon edhe fizionominë e tyre. Pra ato kanë ndryshuar